Libri i radhës për Faik Sadikun, duke marrë me radhë figurat me të spikatorët e futbollit shkodran, mbërritet tek Selamidani. Urime Faik. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, po ta e meritojnë, sidomos brezi i tyne, është për mua është brezi më nostalgjik. Selamidani është një figurë e shqume, si brezi jonë e njeh, se ata më të vonshmit nuk din gjë për te, po gjithsesi unë i respektoj këta figura, se kanë lanë histori. Për sa i përket librit, ky është libri e mi gjashti, unë sa të kem forcë, unë do të vazhdoj për figurat. Kam një 2 libra në projekt, vetëm do të lënë surprizë ras. Cili është e veçanta këtij libri për Faik Sadikun? Keni mbështetur me tepër? Ja, unë jam mbështet me jetën e tij, historinë e futbollit, edhe pa tjetër edhe historinë familjare, se një libër historik niset qysh në genezmi. Në radhë, historinë, jetën të është mos lanës futbollit, që ka kënë trajnerë, që ka djerë brezat shqumë, që po i përmeni me Edi Martinin, Suat Licin, ka djerë Bekim Balën, ka djerë Aron Milotin, Premqin, ku pa t'i vetë është një muri e radhë talentësh që edhe të ka një historit veçantë për me shkru për ta. Pranoj Shkodra sportive është një minjer arit për me folë për ta. Sidomos për futbolin, edhe sportet tjera. Gjithë se Shkodra është tjepi kulturë, si artit dhe i sportit, janë është trinomi që nuk mund të ndohat kodhe me një tjetërin. Unë jam nalë të futbolit. Sa faqe përmban libri dhe shoqërohet edhe me foto historike? Po tjetër, këtë libër përmban 215 faqe, po tjetër është libër që ka fotot e tia në libër dhe fjallë jetën e futbolit, jetën e si trajnerë, edhe ka dhe emna, kam shkruar të këtë libër, kam fut Paulin Nojen, kam fut një 5-6 faqe, Harior Leken, kam fut edhe Satrakicin. Librin e radhës që kam, atëherë unë do të flasë për emna tjerë. Me njëherë kaluat tek projekti i radhës, do të vjoj Faik Sadikun? Po tjetër, e kam gati. Kam projektin gati, kam edhe libër tjetër që e kam pëthuj se të përfunum. Mund të zbulojmë? Ja, surpriz. Urime Faik. Faleminderit, zoti rujt. Sukses në vazhdim.